Peshore, kjo video është për ty. Sot do kanalizoj një guid të shkurtër hyjnore se si do jetë energjia e vitit të kalit për shenjën tuaj. Mos harroni që kjo është një guid e përgjithshme, nuk aplikohet për secilin prej jush, dhe për ata që duan një guid të personalizuar, mund ta rezervoni nëpërmjet mesazheve private në Instagram dhe sigurisht kundrejt një pagese. Nuk e di pse akoma mendoni që guida personalizuar është falas. Peshore, kam gogën këtu sot si një shenjë për ju, për t'ju thënë, ju lutem, pushoni sepse jeni energjetikisht, fizikisht, emocionalisht dhe psikologjikisht shumë të lodhur dhe shumë të ngarkuar, dhe keni nevojë të purifikoni energjinë tuaj. Dhe do jap një mesazh të shkurtër tani, një simbol që ndoshta është një mesazh për dikë prej jush. Isha në dritare para se të bëja këtë video dhe po mendoja për energjinë tuaj dhe mu afrua një blet. Bleta është një simbol për ju që do thotë gjithë puna që ju keni bërë do vi një ditë shumë shpejt që të shpërbehet, por mos u tërësoni. Tani vazhdojmë direkt me mesazhet. Si do jetë energjia e vitit të kalit për peshoren? Soul Family, shumë për jush do kaloj një transformim sigurisht. Do e filloj me gjën më të rëndë para. Limite. Duhet të punoni me limitet e shëndetshme. Limitet një radh parë që keni ju me veten tuaj, dhe pas me familjen, kolegët, partnerin, partneren, apo shoqërinë, apo edhe njerëz random. Duhet të filloni të thoni jo çdo gjëje që ju ngarkon, jo çdo gjëje që ju zbeh shkëlqimin tuaj apo lumturinë tuaj. Duhet i thoni po jetës tuaj, më së mirës tuaj. Duhet i thoni po çdo gjëje që ju rrit, që ju bën të avanconi në jetë. Duhet të filloni të thoni jo çdo gjëje që ju thith nga pak energji çdo ditë. Duhet i thoni jo overthinking, duhet i thoni jo të jeni pjesë e çdo eventi social, duhet i thoni jo botës së jashtme dhe po botës tuaj të brendshme. Dhe teksa bëni këtë gjë do ndodhi një transformim energjetik, shpirtëror dhe njerëzor për ju, që do ju lejoj ju të takoni një soul family. Për disa prej jush mund të jetë të takoni një dashuri në jetë, disa prej jush të njihni miq të ri, njerëz të ri, për disa të tjerësh që do gjeni njerëzit e juaj shpirtëror, pra në nivel shpirtëror. Për disa të tjerë mund të jetë që ju të bëni një bashkëpunim, po flas për në aspektin e karrierës, të bëni një bashkëpunim. Ideja është që duhet të hapeni dhe të ftoni energjinë kozmike apo hyjnore apo Zotin apo universin të bashkëpunoj me ju që të realizoni të gjitha qëllimet apo dëshirat që ju keni për këtë vit. Marrim dhe mesazh tjetër. Të pavendosur pak. Ju ndjej më të rënjëzuar, pa akoma keni pak atë pavendosjen. Vazhdoni ecni në rrugën që ju jeni duke ecur. Ndaloni mbi mendime dhe vetëm shikoni përpara, mos e ktheni kokën pas. Respektojeni limitet e juaja, lejojeni botën t'ju shikoj për atë që ju jeni në të vërtetë, e dëgjuat Borin, kushtojeni vëmendje tesit. Vazhdoni ecni përpara, lëreni të shkuarën pas dhe guxoni t'i thoni po jetës tuaj më të mirë, po jeta juaj më e mirë kërkon që ju të zbrazeni nga e shkuara toksike, dhe ju keni një love-hate relationship me marrëdhënie toksike apo edhe me situata toksike. Stop the drama edhe lejojeni veten të rriteni në çdo nivel të mundshëm dhe të tërhiqni drejt vetes vetëm gjëra të mira. Peshore, ju uroj një vit të mbar dhe shihemi me guida tjera. Patim!